Ministri i Brendshëm i Maqedonisë së Veriut, Pançe Toshkovski, ka bërë përditësimin e situatës nga tragjedia në klubin e natës në Koçan. Ai deklaroi se numri i viktimave nga tragjedia ka shkuar në 59, ndërsa numri i të lënduarve është rritur në 155. Sipas Toshkovski, në mesin e viktimave është edhe një polic. Polici, sipas tij, ka qenë në detyrë dhe ka pasur kontrollin e përdorimit të lëndëve narkotike. Toshkovski ishte shumë i përmbajtur në deklaratën e tij në arsyetimin se hetimi është në vijim dhe se nuk dëshiron të dëmtoj procesin. Në momentin që do bëhet identifikimi i viktimave, do të njoftohen familjarët, tha Toshkovski, duke nënvizuar edhe një herë se ndjen përgjegjësi morale. Familjet e të rinjve që ishin në diskotekë kanë shpërndar foto të të afërmve dhe numrat e celularëve për të ndihmuar në identifikimin e të lënduarve dhe për të siguruar informacione mbi gjendjen e tyre. Ministria e Punëve të Brendshme gjithashtu ka nisur me arrestimet pas tragjedisë me 51 viktima në Koçan. Mediat fqinje shkruajnë se policia po arreston të gjithë personat që kanë lidhje me organizimin e koncertit në diskotekën në Koçan, ku në orët e para të mëngjesit shpërtheu një zjarr i madh. Autoritetet thonë se po punojnë për të përcaktuar shkaqet e tragjedisë dhe për këtë arsye kanë nisur të marrin në pyetje dëshmitar dhe persona përgjegjës.